Një ndërtesë 3-4 e përshtatur në shtëpi Bari është zbuluar nga policia e Lezhës. Gjatë kontrollit janë evidentuar 4 ambiente për kultivimin e bimëve narkotike me llamba dhe përtharjen e tyre me qëllim përgatitjen për shitje. Nga verifikimet rezultoi se në këtë objekt kishte lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Gjatë ndërhyrjes së policisë janë vënë në pranga babe e birë, respektivisht 57 dhe 22 vjeç të dyshuar si autor të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa në vijim të veprimeve për rastin u arrestua një 59 vjeçar punonjës Joshe, i dyshuar për shpërdorim detyre dhe si bashkëpunëtor për kultivimin e bimëve narkotike. Për 4 punonjës të tjerë të Oshe, nisi procedimi penal si të dyshuar për shpërdorim detyre. Ndërsa nga kontrolli i kryer në katin e dytë të objektit, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. 8 kg dhe dyshuar narkotike kanabis e tharë, 1064 bimë të dyshuara narkotike kanabis, 960 fidan të dyshuar narkotik kanabis, të mbjellë në kubik, 850 fara të dyshuara narkotike kanabis, 106 llamba me transistor që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike, një armë zjarri automatik me 2 krejra me fishek, një pistolet sportive me fishek, një automjet dhe 4 celular. Nga kontrolli i kryer në banesat të shtetasve të arrestuar, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 180 gram lend dhe dyshuar narkotike kokain, një pistolet me mulli, një armë zjarri pushk dhe një armë sportive. Nga hetimet dyshohet se kjo veprimtari kriminale kryhej prej disa muajsh. Ndërkohë, policia e Lezhës njofton se vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të saj dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë.